shënon 7:56 minuta, kemi mbritur tashmë në një pikë e cila na pëlqen shumë ta bëjmë her pas here, sidomos kur I japim zë projekteve të ndryshme artistike. Bëjmë kalimin nga kronika tek arti, është një thyerje që do ta kishte Zilia dhe Hollywoodi. Sepse ky është realiteti në fundit, sepse Tirana në fakt ofron dy anët e Tiranës, e Shqipërisë. Të ofron shumë mundësi kur vjen puna sidomos tek pjesa artistike, pa lënë pas kronikën e zezë. Megjithatë, do të ndalemi tek kjo pjesë ditën e sotme, për sa kohë në teatrin kombëtar eksperimental Kujtim Spa I Vogli ka ardhur një shfaqje e cila quhet Mbi fjalë, një shfaqje e cila ndërthur kërcimin modern, kontemporan me traditën, por jo vetëm, kam përshtypjen që edhe fjalën. Ne do të kemi kënaqësinë ditën e sotme të flasim me dy personazhe të kësaj vepre, dy personazhe që kanë kontribuar në ndërtimin e saj. I pari është Mariel Brahimllari, aktor dhe asistent koreograf. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Faleminderit shumë që. Dhe në të njëjtën kohë kemi kënaqësinë të themi mirëmëngjes edhe Semela Skënderasi, aktore. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Faleminderit shumë Semela që je këtu. Mua më bëri përshtypje titulli, Mbi fjalë. Pse ky titull? Çfarë përfaqëson në vetvete dhe si lindi ideja një shfaqje e tillë e cila do të bënte bashkë, le të themi, element të ndryshëm të artit, pra jo vetëm aktrimin, por koreografin, pra kërcimin dhe artin vizual. Mund të flasë kush të dojë. Okej. Atëherë, projekti ka nisur si një iniciativë e koreografit Blenard Azizaj dhe dëshira e tij për të rikthyer në Shqipëri tek rrënjët e tij, sepse ai jeton në Europë, jashtë shtetit, për të kthyer tek traditat e kultura, tek ritualet shqiptare e nxitja atë që të krijonte një shfaqje që të përfshinte të gjithë këto element, duke filluar që nga lëvizja, që është dhe fusha e tij e eksplorimit, patjetër, dhe ai kishte dëshirë të përfshinte edhe fjalën, muzikën, sepse në shfaqje kemi edhe një soprano. Dhe titulli Mbi fjalë është tërësisht poetik dhe artistik, sepse ai ka dashur që kjo shfaqje të ishte edhe një poezi, jo vetëm kaq folklorike në tërësinë e saj. Tani, kur vjen puna Mariel tek ndërtimi I një shfaqje teatri, paktën unë, por edhe Brikena me sa kohë është familiarizuar tashmë me këtë pjesë, e di se si mund të krijohet. Ndërsa kur vjen puna tek baleti, tek kërcimi kontemporan, në duket pak e vështirë, për sa kohë nuk është diçka e shkruar dhe gjithçka është në mendjen, le të themi, të koreografit në këtë rast. Si ndërtohet një shfaqje, të paktën duke marrë spundo nga kjo e fundit, si keni punuar ju me shfaqjen Mbi fjalë? Atëherë, fillimisht ne bëm një audicion, ku morëm pjesë disa kërcimtarë dhe më pas u përzgjodhëm. Blenardi kishte të qartë idenë e tij se çfarë do të krijonte, dhe her pas here ne krijonim improvizime me njëri tjetrin, jepnim motive shqiptare, të vallës shqiptare, sepse siç e tha dhe Semela, kemi ndërtuar një shfaqje mbi traditën shqiptare, mbi folklorin shqiptar, dhe në këtë mënyrë her pas here improvizonim dhe gjenim ato momentet që koreografi kërkonte. Si mund të shtjellohet fabula e gjithë shfaqjes me këto element të ndryshëm? Ka qenë e vështirë sa u jepet mundësia dhe si vjen e gjitha në skenë? E vështirë nuk ka qenë, pasi Blenardi është një njeri që punon shumë fort dhe me thënë të drejtën mua si Mariel më ka rritur artistikisht. Është një njeri që t'i jep shumë energji dhe të mbështjell në atë energjinë e vet. Dhe ju besoj nuk e keni para akoma shfaqjen, por nëse vini ta shikoni, është e sigurt që dhe ju do ta merrni atë energjinë pozitive. Dhe na vjen mirë që e ka këtë energji. Megjithatë, Semela, kur vjen puna tek le të themi identiteti kombëtar, keni qëndruar strikt pra le të themi vallave tradicionale shqiptare, apo keni abstrahuar mbi Kemi abstrahuar mbi to, patjetër. Kemi abstrahuar jo vetëm tek vallet, por edhe tek ritualet që përfshihen. Ne kemi element nga gjama e burrave të veriut, kemi elementet e dasmës, të nusës, pra në këtë shfaqje përfshihen të gjitha, si jeta, si vdekja, gëzimi, hitërimi, vinë të gjitha, patjetër që nuk vinë ashtu siç ne I gjejmë në folklorin popullor, ato vinë të modernizuara dhe vinë jo në mënyrë narrative, siç ne I gjejmë shpesh herë, por vinë në mënyrë konceptuale, në bazë të imazhit, kostumet janë po ashtu me elemente popullore, por të risjella me një koncept bashkëkohor. Nga bisedat që keni bërë me Blenardin, pse vendosi që të bëheshin bashkë këto element që e tham edhe pak më parë, vizualja, danca në vetvete, por edhe aktrimi? Shka, është njëri që do shumë Shqipërinë, pavarësisht se ka emigruar që I ri, dhe ideja e tij ishte të sillte një gjë ndryshe në Shqipëri. Dhe me vërtet ka sjell diçka që
Për mendimin tim nuk është bërë në Shqipëri. Sa balerin edhe aktor interpretojnë në këtë shfaqje? Janë 6 kërcimtar, 1 aktor dhe 1 soprano. 6 kërcimtar, 1 aktor dhe 1 soprano. Jam kurios tani, ta kërcimtarët, kur vjen puna tek fjala, si janë në raport me fjalën? Sepse aktorët ndoshta mund edhe të dinë të hedhin 2 hapa, edhe mund të kërcejnë. Në fakt, fjala qëndron vetëm tek aktori, që është Rafael Hoxha, i cili ka dhe pjesën e tij si aktor, por përfshihet edhe si performues. Pra ai është paksa hibrid të performancë. Po, duke njohur aftësitë edhe të Rafaelit, po. Dhe fjala qëndron kryesisht tek Rafaeli, tek aktori, patyshim dhe pjesa e këngës tek sopranoja, Nina Muho, sepse ky produksion vjen si një bashkëpunim edhe me Teatrin e Operës dhe Baletit dhe me Universitetin e Arteve, sepse ka dhe disa student në trupën e tij dhe si një prodhim kryesor i teatrit eksperimental. Kështu që nuk na është dashur, është të flasim, dashur të ndojë. Që është lehtësuar. Megjithatë duket sikur, mua më duket shumë interesant fakti që edhe audienca do të përfshihej. Saktësisht, si do të arrihet kjo gjë, si bëhet kjo gjë, se nuk kam marrë ende ta shoh shfaqjen edhe pse në fakt jo mirëpresim, shfaqja është dhe sot. Atëherë shfaqja është interaktive me publikun sepse ajo fillon që në hallin e teatrit, ku nuk dua të zbuloj shumë, sepse patjetër pastaj në ato kuriozitetin. Shfaqja fillon që aty dhe audienca ka një udhëtim së bashku me artistët, të cilët i marrin, ata bëhen pjesë e performancës sepse në një moment audienca, publiku. Po, me mjetet e teatrit, patjetër, nuk po themi se ata do kërcejnë, por bëhen pjesë e këtij udhëtimi sepse ata hipin një moment në skenë, domethënë ata janë afër artistëve, pastaj ulen dhe e shijojnë atë si një shfaqje tradicionale, por që edhe gjatë kohës ka shumë interaksione me publik. Dhe kurioz jam, nëse shfaqja ka ndonjë skenë kanagjegji, ndonjë dasë, ndonjë nuse që e lulet mbrapsht, do ishte mirë në fakt të vinin gjithë, për sa kohë është interaktive, ndoshta mund të improvizoni. A përfshihet e gjitha audienca, apo ka një përzgjedhje të atyre që vetë ofrohen? E gjitha audienca, pasi ne në pjesën e parë të shfaqjes performojmë në pjesën ku ulen gjithë spektatorët. Gjithë spektatorët janë në skenë. Të përfshirë. Është pa mundur mos përfshihen. Është gjë shumë e bukur, në fakt se gjithë kanë mundësinë të shijojnë disa momente skenë, pra që ju ndjeni. Ua vështirëson kjo punën apo ua lehtëson? Është një lloj përgjegjësie momenti që përfshihet edhe publiku dhe jeni ju ata të cilët le të themi do bëjnë lëvizjet kryesore që ata edhe ndjen komod, po dhe çdo gjë të shkojë siç duhet. Për të vështirësuar, më duhet të them jo, sepse nuk kemi hasur vështirësi, por është diçka ndryshe, e pa përjetuar më parë. Kështu që gjithçka e re ka një komportim të ri, patjetër. Dhe sidomos ne kemi patur disa prova gjenerale të hapura dhe kemi patur publik, njerëz të afërt, artistë të cilët vinë për të parë, por premiera ishte diçka tjetër sepse nuk kishim përballur me publikun Ajsa që është në përmasat e ti, po në përmasat dhe kapacitetin e salës, kështu që premiera ishte paksa e rëmujshme? Nuk mund të me rëmujshme, por ishte do me thënë sa do të përgatitesh në momentin që... bërë provat, se, premiera është ajo që në një farë formë ju vendos në sfidë dhe jeni dhe ju që e shihni se si do të komportohet audienca, po kur bënit provat si vepronit për ta ndërthurur me... Jemi përpjekur me stafin, kemi ftuar miq, kemi ftuar artistë të tjerë, kanë bërë me sikur, kemi bërë me sikur, po, patjetër. Megjithatë disa Mela the pak më parë që nuk të ka rësisur të bësh me një personazh ose publik i cili ka për ta parë shfaqjen që të hasësh në një vështirësi. Se zakonisht teatri vjen gjithë me qef, po ka raste për shembull që gratë marrin dhe burrat në vete, që janë në formë tyre më të mirë, dhe mund të ndodhi për shembull që të thotë hika ndër më shumë. Ka ndodhur, nuk është se do të ishte era parë. Nuk ka qenë ky rast. Se era dhe nuk ishte rasti. Ndoshta thotë. Vetet për të parë akoma. Se dihet çfarë mund ndodhi sot. Nuk ja uroj. Megjithatë shfaqja do të jetë edhe sot në teatrin eksperimental. Sot në orën 8. Dhe ky do të jetë cikli, domethënë shfaqja e fundit që e përmbyll të cikël apo do ta riktheni për sa kohë? Do ta rikthejmë përsëri, por datat janë akoma për të konfirmuar. Unë shpresoj që më fal Flori. Në orën 20 apo? Shpresoj që të jepet mundësia pse jo edhe një publiku jo vetëm në Tiranë, në kryeqytet, po edhe përtej Tiranës, se ta shijojnë këtë mënyrë ndryshe, le të themi, të bërit teatr.
Patjetër. Këto janë planet e së ardhmes dhe të teatrit, të cilat neve nuk ne janë konfirmuar akoma. Po që Blenardi dhe drejtori i teatrit kombëtar eksperimental Gjesh Prevazi po punojnë shumë fort që këtë shfaqje ta çojmë në një nivel akoma më të lartë. Dhe urojmë, në fakt urojmë që pse jo të na përfaqëson të diku edhe në Europë, në ndonjë nga festivalet mundshme, apo qoftë edhe për kënaqësi, për të shpërndar kulturën tonë, traditën tonë që e kemi aq shumë të bukur dhe që të huajt na e kanë zilin në këtë rast. Faleminderit shumë që ishit në mëngjesin e sotme. Ne dhe ju urojmë shumë suksese. Faleminderit. Ne do të shkojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi vetëm pas pak.